I kam 3, 2 vajza një djalë. Po kretë e 3 fëmijët i kam martuar. Kam një pa kam mes. Nusën e djallit sa e don? E du. Ata e mbanes vet. Po qyre, respekt mbon, respekt i boj. Banes vet është, unë e më shpi. Ata dojnë banes me najt. Shpijën e madhe e kam ati, ata dojnë njerë banes. Nusja don edhe kunatat edhe si don. Edhe gjithkush e ka atë reglin e vet. Me gjëse vajzat po punojnë, ka një orë vinë, po qyre karë koha ma mirë është si kushin veti. Mirë. Pre kaj që kem? Unë e më prizenë, normal jam Liechtenstein ty e tu. A, Liechtenstein. Po, më pushin kam marë. Po, që ka shqiptarë më dukoj të atë vend. Liechtenstein na Zvicër ka, po kjo mbretni, po ka. A dhe po që sa viti e Liechtenstein? 40. Po, që ashtë shumë, a? Po. A dhe po, këto 40 vite si kanë qenë për ty në vetë? Shka me thonë, shtiro konë, po që ashtë pensionera vina shpesher këtu. Na pëlqen vendi jonë, Prizrenit jam. A po të shtirë me lëshu vendin, Prizrenin me shku Liechtenstein? Po fillimi jonë që ashtu ne, po të na fëmija rritun, familja po rritët, jena mësu, po vim të këtë tje, po shtirë. Sigurisht në atë po keni po nuk u që ma re. Po kum punë edhe fëmijët vegjël janë kum punë, tash fëmija po punojnë na pensionera me burin. Çdo muj udhtojmë të këtë tje. Çfarë më bë? Sa fëmijë keni? Vendi yt po të ngre. Ngren. I kam 3, 2 vajza një djalë. A, djallën e pas ke për hasret, a? Po, ma i vogli është po. A dërgon, a e kitë martun djallën? Po kretë e 3 fëmijët i kam martuar. Kam një pa kam mes. Nusën e djallit sa e don? E du. Ata e mbanes vet. Po qyre, respekt mbon, respekt i boj. Banes vet është, unë e më shpi. Ata dojnë banes me najt. Shpijën e madhe e kam ati, ata dojnë njerë banes. Privatësin me jetu, dhe me tonë vetë? Po qyre ata kanë desh vetë, po ma mirë është, qyre. Ka koha, na po pleqnomi. Nusja donë edhe kunatat edhe si donë. Edhe gjithkush e ka atë reglin e vetë. Me gjëse vajzat po punojnë, ka një orë vinë, po qyre ka koha ma mirë është si kushin veti. Po duhet me bo, që du shqikat e tua, që ashtu duhet edhe nusën. Kur ma do në djali njerë, unë edhe të herë. A që ashtu, mendimi jem. Mujmi një mu të 3 fëmive njështë, kanë diçka punë, shkoj një moj, termina kanë. A kanë obligim një nusë e familjen e burit dhe me thënë me dasht, apo t'jesh për respekt? Qyre e dush se është antare e familjes, unë e sa e kuptoj. Veç më konë tepër, po me kamilimin e kohës, mu ish me afru, edhe ajo kur ta afrojsh, edhe ajo s'ka qare. Po jo si me dash si vajzën, disa vjera që thënë e duhe si vajzën, a është të vërtet kjo? A beson që mund me dash si vajzën, apo? S'po di veç ka me të thamë. Për shkak më di personalisht, a mund me dash si vajzën nusën? Respektin ja bon, e don? Qyre kur e don, qyre djalin ape dush, djali ape don nusën e vet, gruën e vet. Edhe ti duja, a? A unë që ashtu? A qëta është i na, a jemi konë 3-ja, a kemi dash me kalu mire, me jetu mire, më shetit. Po këshyre, kur ki e kushtet, gjitha senet jenë të mira. Kur s'ki kushtet, im pak ajo... Grindja. Unë sa e kuptoj. Se sot nuk përkalojnë mirë vjehër nusa, në familje. Ka shumë grindje, nuk respektohen. Që ka fajet këtu? Po këshyre, edhe vjera pak duhet më toleru, edhe nusja pak, që ta është i nasu një bojna sikur na që kemi qenë për para. Duhet që ta është i pakës me dit, edhe shekulliniste një jemi, duhet pakës kretë ndryshe më kom, mendimi jem. Unë akëm dalë me pi kafe, edhe nusja ka qenë me dalë me pi kafe. Unë e sa e kuptoj. Që është son sikur për para, nusja që më mëngjes, kafen, që bon qëtos, si di unë ato... Nuk e di... A ke shkuna e të dira nusës me thënë, a je që? Ja, kur jo, edhe si pengoj. Djali më thot, hajde, unë thonë, kur të më thirë një vi? Zdu me ju pengue. E s'ka venimi ke bartur tjera që japin urdhra, kanë dëshim i dhënë urdhra shumë. Me po vajza veta nuk kanë dëshim ja bu ato. Po s'son për mira ashtu në tja, ki
A ki dëshim për vajzat e tua me kalu mirë jetën moderno, po edhe për nusën duhet njëjtë. Ha? Unë e kuptoj që ashtu se unë edhe vetë jem kon atje pa vjeri, por, më falni, po unë më kanë armotrat e burit, i këm prit mirë, këm pas qef, a thu pse jem kone vetme, po jo, edhe këtu i pres mirë. Ka loj mendime, loj tabiat, na nuk e di. Se gjelozojnë vjarat nëse donë, më të më thënë, gjalli, nusën, është i lidhë shumë. A mendoj që ka gjelozi shumë edhe te prind. Valla, po të kalzoj të vërtetën, unë që vajzës i kum marrë do perde, edhe e kum thirë edhe nusën apo dush perde. Kam qef mi pa mirë, kam qef se di. Nuk e di. Po, ajo e ka jetën e vetë, unë jetën të me më thirin, shkoj pi atit, djalim thirën, hajde drek kena bo, shkoj, nashta a ditë kur kum shku në thëmë hajtë një këtu, unë e kum bo drek, kum porosi drek. Nuk e di, jena, na një familje jena... E motorizone, pak. Po, nashta ato matë vjetrat ala qënë, po s'ka mo ashtune. Edhe atje që ashtë, si atje jena bon njëjtë, edhe për para që kana prej fshatrave, që ashtë i nuset sen sikur për para, jetojnë, jetën e vetë, punojnë. Edhe, s'dut me aprish jetën rinive, pak nusja respekt, pak na, që ashtu me kalu diqysh. Pak dy palë nga pak edhe bëhet mirë. A, unë e mendimi jem, unë apo du jetën te me jetu mu shetit, se mos tjetoj edhe djali e me nusën mirë. Për shka? Vete ka zgjedh, vete ka dasht, pse mos ta mere, pse mos të kalojnë kohën e mirë, pse ti ri për më krye qështu nuset e qështu nuset, mu i mi mësu për diçka mirë. Që më dëgjojnë, që su më dëgjojnë? Pra për vetë. Shkoj ri, pini kafe, nalin drek, rin drek, ose ndarë, po mi pengu jo, me shkun më nëgjes, mi pengu jo. Një vjerë të aman me kohën që po jetëske. Do shta të ka bëdhe jeta që jetë me një vend, pa të shpillon. Po këqyre une këm le këtu, jem rrit këtu. Këm pas 2 nuset e vlavit bashk. Po njët jem kosi atëre si që tash. Edhe une po kam qef me jetu moderno, pse edhe ajo majre se une, pse mos ta jetë jo jetën e vetë mirë. Nuk e di, mendimi jam. Do në fund, gjitha vjerave dhe gjitha nusave, një mesazh, çka ju kush e thonë në fund? Vjerave edhe nuseve, Hajde. sa ma shumë ta afrojnë, ajo është e re, nashta nuk ja pret mendja shumë se ne, ti ki kalu shumë, do me thonë dush me mendua, afruje, edhe ajo s'ka qare pa u afru. Kur ta marish me të mirë, një dhurat, një diçka, edhe ajo afrot. Unë kur si thom nusës, hajde që të punë ma bon, me gjëse na i kemi firmën pastrimit atje, po kur si thom, hajde një mod diçka, mas pari i thom, qikës se sa nusës. Si di, po thom unë që ashtu, do në marrë vjenës, do në marrë e tiri, kur ti ko, hajde, kur t'kam ko, shkoj. Jena një... Një gjithë përpasht, e keni. Po, pa problem. Unë para knajsimin e zonjës shumë për para me kohën që po jetëske. Turoj të shëndet, ma të mirat një jetë. Faleminderit, gjithashtu punë të marrë dhe juve. Knajsi që u takum, po shime të këndshme.